Faleminderit që na ndiqni në kanalin tonë. Nëse ju pëlqen horoskopi yndëtor, mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të ndani videon me miqtë tuaj. Rubrika jone horoskopet vjen çdo ditë për të sjellë parashikime të qarta për çdo shenjë të zodiakut. Horoskopi 15 janar 2026. Dashi, kjo ditë sjell një ndjesi të fortë zgjimi të brendshëm. Mund të ndihesh sikur diçka lëviz në sipërfaqe, edhe nëse nga jashtë dukeni të qetë. Energjia e 15 janarit ju shtyn të merrni iniciativa, por jo me nxitim si zakonisht. Sot kërkohet pjekuri. Në punë përballeni me një vendim që e keni shtyr prej kohësh. Mos e shmangni më, qartësia që vjen tani ju lehtëson në ditët në vijim. Në marrëdhënie keni nevojë të dëgjoheni dhe kuptoheni. Nëse jeni në çift, një bisedë e sinqertë mund të thellojë më tej lidhjen tuaj, por vetëm nëse shmangni tonin mbrojtës. Beqarët ndjen të tërhequr nga dikush që ka energji shumë ndryshe nga e zakonshme e atyre. Mos e nëvlerësoni këtë që ndjeni. Fizikisht keni energji, por rrezikoni ta shpërdoroni atë. Aktiviteti fizik i moderuar ju ndihmon të qetësoni mendjen. Emocionalisht, dashi mëson se çdo betejë nuk fitohet me forcë, por me durim. Demi. 15 janari e fton Demin të ndalet dhe vlerësoj çfarë ka ndërtuar deri tani. Jeni në një fazë reflektimi ku siguria emocionale dhe materiale bëhet prioritet. Në punë mund të ndjeni presion për të ndryshuar diçka, por instinkti ju thotë të mos nxitoheni dhe ke të drejtë. Një plan i qëndrueshëm është më i vlefshëm se sa një fitore e shpejtë dhe e nxituar. Në dashuri kërkoni stabilitet dhe sinqeritet. Nëse jeni në një lidhje, dita është e mirë për të folur për të ardhmen dhe për të bërë plane konkrete. Beqarët mund të ndihen nostalgjik për dikë nga e kaluara. Pyesni veten nëse është dashuria që ju mungon apo thjesht ndjenja e sigurisë që keni pasur. Financiarisht është një ditë e mirë për të riorganizuar shpenzimet. Mos e injoroni një ide praktike që ju vjen sot. Mund të jetë çelësi një përmirësimi afatgjatë. Trupi ju kërkon pushim dhe kujdes. Një ushqim i mirë dhe një mbrëmje e qetë bëjnë mrekulli për ju. Binjakët. Mendja juaj sot është jashtëzakonisht aktive. Idetë ju vijnë shpejt, por sfida është t'i organizoni ato. 15 janari sjell komunikim të rëndësishëm. Një mesazh, telefonat apo bisedë mund të ndryshojë drejtimin e ditës. Në punë është momenti i mirë për negociata, prezantime ose shkrime. Në jetën personale mund të ndjeni një konflikt mes asaj që mendoni dhe asaj që ndjeni. Nëse jeni në çift, mos i relativizoni emocionet e partnerit duke e kthyer gjithçka në logjik, por dëgjojini. Beqarët kanë shanse për një njohje interesante përmes bisedave të thella. Energjia e binjakëve është e lartë, por nervozizmi gjithashtu. Kujdes me fjalët, sot mund të lëndoni dikë pa dashje. Shëtitja, muzika ose një shkrim personal do t'ju ndihmojë të gjeni balancën. Kjo ditë ju mëson se komunikimi i vërtet fillon kur dëgjoni, jo vetëm kur flisni. Gaforia. 15 janari zgjon djeshmërinë tënde të thellë. Mund të ndihesh më emocional se zakonisht, por kjo nuk është dobësi, është forcë. Sot je më i lidhur me intuitën dhe ndjen menjëherë kur diçka nuk shkon. Në punë, beso instinktin tënd, sidomos në marrëdhëniet me kolegët dhe e prorët. Në dashuri, ke nevojë për siguri emocionale. Nëse je në një lidhje, kërkon më shumë vëmendje dhe përkujdesje, veçanërisht gjatë ditës së sotme. Mos prit që tjetri ta kuptojë vetë, por shprehu me qetësi. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ju jep ndjesinë e shtëpisë. Familja dhe e kaluara mund të jenë tema kryesore për gaforret sot. Një kujtim ose bisedë familjare ju sjell shërim emocional. Kujdes me këto emocione sepse duhet vendosur kufi. Një ambient i ngrohtë është mënyra më e mirë për ta mbyllur ditën paqësisht. Luani. Kjo ditë të vënë në qendër të vëmendjes, por jo domosdoshmërisht siç je mësuar. 15 janari të sfidon të tregosh lidership përmes maturisë dhe jo dominimit. Në punë mund të marrësh përgjegjësi, shtesë. Pranoj vetëm nëse janë në përputhje me vlerat dhe idealet e tua. Në marrëdhënie, krenaria mund të bëhet pengesë. Nëse je në çift, një kompromis i vogël do ta forcojë më tej lidhjen tuaj. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që nuk impresionohet lehtë, dhe kjo është pikërisht ajo që i intrigon. Kreativiteti juaj është i lartë sot.
Shfrytëzojeni për art, projekte personale apo thjesht për të shprehur veten si vetëm ju dini. Fizikisht ndiheni mirë, por mos e teproni. Kjo ditë ju kujton se shkëlqimi i vërtet vjen kur jeni autentik dhe jo kur përpiqeni të jeni perfekt në sytë të tjerëve. Vizhëresha. 15 janari sjell fokus, analizë dhe nevojë për rregull në jetën e vizhëreshës. Jeni në elementin tuaj, por kujdes të mos bëheni shumë kritik ndaj vetes apo të tjerëve që ju rrethojnë. Në punë është një ditë shumë produktive, sidomos për planifikim dhe organizim të detajuar. Në dashuri, kërkoni qartësi. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë praktike për çështjet e përditshme dhe debatet që keni pasur do ta përmirësojë sërish harmoninë në çift. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës ose një rrethi profesional. Shëndeti kërkon vëmendje sot. Mos injoroni sinjalet që ju jep trupi juaj. Një rutinë më e shëndetshme ju jep rezultate të shpejta. Emocionalisht duhet ta lejoni veten të mos keni gjithmonë kontroll. Sot mësoni se perfeksioni nuk është qëllimi juaj, por të gjeturit një balancë. Peshorja. Kjo ditë të vendos përballë nevojës për më tepër ekuilibër. 15 janari sjell vendime që lidhen me marrëdhënie dhe bashkëpunime. Në punë, një kompromis i zgjuar ose bashkëpunim i ri do të sjellë përfitime afatgjata. Në dashuri, sot romanca është e pranishme por kërkon sinqeritet. Nëse jeni në çift, është një ditë e mirë për të rindërtuar besimin dhe për të ndarë emocionet tuaja. Beqarët mund të kenë një takim shumë premtues në ambiente sociale. Duhet i marrin gjërat ngadalë dhe të bëjnë hapa të matur. Estetika, arti dhe bukuria ju tërheqin veçanërisht sot. Rrethojeni veten me gjëra që ju qetësojnë. Ndërsa emocionalisht mos u humbni duke kënaqur të tjerët. Nevojat tuaja kanë po ashtu rëndësi. Kjo ditë ju kujton se paqja fillon nga brenda. Akrepi. 15 janari është të jetë intensiv për akrepin. Emocionet janë të thella, mendimet të forta dhe tronditse dhe intuita është shumë e mprehtë. Në punë mund të zbuloni diçka të fshehur ose të kuptoni më në fund një situatë të paqartë apo intriguese. Në dashuri, pasioni është i lartë, por mund të shfaqet edhe xhelozi. Nëse jeni në çift, sinqeriteti është thelbësor. Duhet të mësoni t'i besoni të rësish njëri tjetrit. Nga ana tjetër, beqarët do të tërhiqen nga lidhje të forta dhe jo më nga gjëra sipërfaqësore e kalimtare. Kjo është një ditë transformimi për akrepin. Lëshoni atë që nuk ju shërben më. Një reflektim i thellë ose meditimi ju ndihmojnë shumë. Sot do të mësoni se fuqia juaj më e madhe është aftësia për të rilindur. Shigjetari. 15 janari sjell për shigjetarin dëshirën për zgjerim, por edhe një provë për fokus. Keni shumë ide dhe plane, por jo gjithçka duhet bërë me njëherë dhe me ngutë. Në punë mund të shfaqet një mundësi e re që ndoshta lidhet me udhëtime, studime ose bashkëpunime me njerëz nga larg. Në dashuri kërkoni kuptim dhe liri. Nëse jeni në çift, një bisedë e thellë për ëndrat dhe të ardhmen do t'ju afrojë më tepër. Duhet të jeni të sinqert për planet tuaja dhe të siguroheni që partneri është në të njëjtat hapa. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me një botkuptim ndryshe që ju hap horizonte të reja. Energjia sot është e mirë, por e shpërndar. Fokusohuni në një drejtim. Sporti ose aktiviteti fizik ju ndihmon të qartësoni mendimet. Sot mësoni se liria e vërtet vjen nëse zgjedh një drejtim të caktuar për të ndjekur. Bricjapi. 15 janari është shumë domethënës për bricjapin. Jeni në elementin tuaj, keni më tepër përgjegjësi, strukturë dhe ambicie. Në punë mund të merrni një vlerësim ose të bëni hapa përpara drejt një qëllimi afatgjat. Mos e nënvlerësoni këtë progres edhe nëse ju duket i ngadalt. Në dashuri jeni të rezervuar, por gjithsesi të qëndrueshëm. Nëse jeni në çift, partneri do të ndjejë siguri pranë jush.
Nga ana tjetër, beqarët mund të tërhiqen nga dikush që është i pjekur, serioz dhe ambicioz. Financat dhe ardhmja do të jenë në fokus sot. Një plan i qartë ju jep qetësi mendore. Sot universi dhe yjet ju kujtojnë se suksesi i qëndrueshëm ndërtohet me durim dhe ngadalë, jo duke nxituar. Ujori. 15 janari sjellë ide të reja, mendime origjinale dhe dëshirë për ndryshim tek ujori. Mendja juaj punon ndryshe nga të tjerët sot, më shpejt dhe me intuit, dhe kjo do të përbëjë një avantazh të madh. Në punë, një ide inovative do të spikasë dhe ju mund të merrni rritje në detyrë për shkak të saj. Në dashuri, kërkoni liri emocionale. Nëse jeni në çift, duhet të ndani idetë dhe vizionet me partnerin apo partneren tuaj që ata të kuptojnë që planet po i bëni së bashku. Nga ana tjetër, beqarët mund të njohin dikë përmes miqve, rrjeteve sociale ose në një grup. Këshilla juaj për sot është të mos friksoheni të jeni ndryshe. Do të mësoni se autenticiteti juaj është forca më e madhe që keni. Energjia fizike mund të jetë e ulët, por ajo emocionale është shumë e mirë dhe e fortë sot. Peshqit. 15 janari është një ditë intuitive për ju. Ndiheni të hapur ndaj ndjenjave tuaja dhe ndaj të tjerëve. Prandaj është e rëndësishme të mos merrni mbi vete gjithçka. Intuita juaj është e fortë. Dëgjojeni atë duke vendosur kufi të shëndetshëm. Në punë, kreativiteti është i lartë, por keni nevojë të fokusoheni. Një detyrë e vogël që përfundoni sot do të ketë më shumë vlerë se sa gjithë ato ide të shpërndara. Mos u lodhni duke ndihmuar të gjithë njerëzit, por ruajeni energjinë tuaj për veten, pasi ju duhet në fundjavë. Në dashuri kërkoni butësi dhe afërsi emocionale. Nëse jeni në çift, një bisedë e qetë ju afron më tepër. Nga ana tjetër, beqarët mund të ndjejnë një lidhje të veçantë me një person të ri, por duhet të shmangin idealizimin e tepërt. Mesazhi i ditës për peshqit është të kuptojnë që ndjeshmëria juaj është një dhuratë, duhet ta përdorni me mençuri. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.